Shefi i misionit të FMN-s në Tiranë, Gerwin Bell, e quajti impresionuese rritjen ekonomike të Shqipërisë në vitin 2009, që sipas tij e përballoi mjaft mirë krizën globale. FMN parashikon se edhe këtë vit ekonomia do të vazhdojë të rritet, ndonse me ritme të ulta. Është impresionuese se si ekonomia shqiptare ja doli ta përballoj krizën botërore mjaft mirë, dhe kjo pavarësisht krizës më të madhe që nga lufta e dytë botërore. Ne vlerësojmë se ekonomia shqiptare u rrit me 3% gjatë 2009-s, që është një nivel mjaft i lartë, po të krahasohet me vendet e tjera europiane. Shefi FMN-s tha se ky parashikim mbar gjithsesi rreziqet, të cilat sipas tij janë të lidhura kryesisht me mënyrën se si qeveria do të administrojë financat publike. Deficiti buxhetor nga 3% në 2007 ka kapërcyer në rreth 7% në 2008. Kjo solli rritjen e borxhit në 60% të GDP-s dhe deficitin korrent në 15%. Këto janë të larta dhe rrezikojnë ekonominë. Ne mendojmë se qeveria duhet të rishikojë buxhetin për të rikthyer deficitin në 3% brenda vitit 2010. Ka shumë mënyra se si kjo mund të bëhet. Mund të mos shpenzohen kontingjencat, mund të ulen investimet, mund të bëhet dhe ajo që thoni ju për uljen e pagave, si dhe mund të rriten taksat. Kjo është zgjedhje që i takon politikës dhe nuk më takon mua të shprehem për këtë. Është fjala pikërisht për këtë shkurtim, 330 miliard lekë të shpenzimeve të buxhetit, që tashmë janë të shkurtuara. Në kuptimin se janë të ngrirë, janë pa alokuar, janë pa shpërndarë për ministra. Dhe që ne do presim momentin më të përshtatshëm, kur tendencat të jenë konsoliduar të vitit në vit, pra mund të jetë rreth verës, që të ndërmarrin veprimin ligjor. I pyetur nga gazetarët, Bell u shpreh kundër një amnistie të gjerë fiskale që sipas tij do të kishte efekte negative morale tek bizneset e ndershme. One version was just Kështu që ka një paqartësi në lidhje me këtë pikë. Një version është formalizmi i pronës. Ti merr titullin për një pronë që e kishe të padeklaruar dhe mbi bazën e saj më pas paguhen taksat. Për këtë ne jemi shumë pro. Versioni tjetër është ai që disa njerëz që nuk kanë paguar gjithë jetën e tyre taksa, tu ofrosh zbritje apo ti falësh duke shpresuar që në të ardhmen ata do t'i paguajnë. Për këtë ne jemi kundër sepse krijon rrezik moral dhe precedentin se njerëzit do të presin sërish një tjetër amnisti në të ardhmen. we would advise against such an amnesty.